Mbyllet me sukses faza e trajnimit për përgjegjësinë e raportimit, verifikimin e fakteve dhe mobile journalism. Trajnimi ofruar nga Telegrafi, Pixels dhe Shqipari. Trajnimi është mbajtur në 7 rajonet Kosovës. E pas një pune intensive, në fund të këtij projekti janë ndarë edhe çmimet për 3 videostorjet më të mira. Por si ka shkuar i tërë ky projekt, e shohim në vazhdim. Projekti ka shku shumë mirë, i ka tejkalu edhe pritshmëritë tona në aspektin e interesimit që kemi pas, po edhe në aspektin e angazhimit që kanë tregu gjithë participantë që kanë marrë pjesë në 7 komunat e Kosovës. Ka qenë një trajnim pak intensiv, po definitivisht ka qenë një trajnim që ja ka vlejtë. Dhe sot i kemi ndëgju edhe përshkrimet ose përshtypjet e participantëve që i kanë pas për trajnimin, edhe kjo na lumturon shumë që ata në radhë parë kanë pas benefite nga ky trajnim, kanë mësuar diçka të re, edhe gjithashtu e kanë shpreh edhe dëshirën që me pas të trajnime të tilla të njëjta edhe në të ardhmen. Kjo na bën neve shumë të lumtur edhe të përmbushur, kështu që po shpresoj që edhe në të ardhmen kemi me vazhdu me pas trajnime të tilla. Ky projekt i rëndësishëm për neve, sot po përfundon interesant, ku kemi marrë pjesë në 7 rajone, ku janë trajnuar për mbi 67 participantë nga 7 rajone të ndryshme, me gazetarinë mobile, për përmbajtjen, raportimin e kohë reale, fact-checking e tjera. Gjithashtu ka qenë edhe pjesa e produksionit, videos nga partnerët tonë Pixel dhe partneri tjetër Shqipikaj për inteligjencën artificiale në media. Prishtina nuk është komplet Kosova. Kosovën e ndërtojnë edhe rajonet, qytetet, fshatrat, ku ka përmbajtje pafund. Mirë po fokusi i mediave në qendër e ka lënë anash këto regjione. Telegrafi me fokusin për gazetarinë lokale edhe me projektin Telegrafi Local News edhe me këtë projekt me trajnime është pikërisht u kthy në këto regjione për me nxirr më të mirën nga përmbajtjet pozitive që ndodhin çdo ditë nga shumë fusha, nga komunitetet, nga qytetarët e tjerë. Kështu që ne nxisim një gazetari lokale, një përmbajtje lokale që është shumë atraktive, shumë interesante, shumë inspiruese për këtë pjesën tjetër të Kosovës, jo vetëm për komunitetin ku ata jetojnë, po edhe për tërë pjesën e Kosovës edhe më larg, sepse Telegrafi nuk lexohet vetëm në Kosovë, po lexohet shumë mirë në Maqedoni, Shqipëri dhe në diasporë. Absolutisht, jashtëzakonisht i lumtur që brenda një viti kemi trajnuar mbi 67 participantë në 7 rajonet e Kosovës, ku ka pas gjithë përfshirje, ka pas tri, ka pas media lokale, edhe ka pas gjithashtu edhe gazetarë dhe gazetare të komuniteteve lokale. Finalizimi, Eli ashtu që shpo përmend, është me ato punën që ne e pom sot këtu bashkarisht, sepse nuk ka qenë lehtë, por mbi që të gjitha jam shumë i lumtur bashku me ekipën tjetër që ne ndonë 3 çmime, jashtëzakonisht mira, të cilat u vlerësuan nga njëri profesionale. Unë po besoj që kjo do të jetë vetëm njëri nga trajnimet që ne do të kemi në të ardhmen dhe ku ne mund të ofrojmë si media, si Telegraf, ekspertizë në shumë fusha, e sidomos në gazetari, në saktësi, në informim dhe në profesionalizëm. Ka qenë një projekt shumë interesant, e kena pranuar me shumë entuziazëm. Tash pas ka shku një vit që neve na u ka dokë që për 2-3 muaj ka marru. Kena kalu edhe na shumë mirë si pjesë e trajnimit me krejt kandidat. Kemi trajnu rreth 67 kandidat në 7 komuna. Po besoj që si projekt ka qenë i suksesshëm. Gjithashtu menaj që ky projekt është mirë dhe me vazhdu tutje. Ka qenë një projekt unik në fakt, sepse projekti interesim mbështet rreth 87 projekte në gjithë rajonin në Ballkanin Perëndimor. Aplikimi e projekt propozimit Telegrafit ishte shumë unik, sepse ata do bashkonin 7 komuna dhe gazetarët e rinj. Dhe ajo që formua shumë rëndësishme dhe për projektin është që t'jepet akses të rinjve dhe larg qendrës së Kosovës dhe larg kryeqytetit, mundësia në akses në teknologji, në ekspertë shumë të mirë të fushës AI dhe teknologjisë përgjithësi në media, dhe ky akses për mua ishte shumë rëndësishëm. Kjo nuk ndodh as në u vi nga Tirana nga Shqipëria, po dhe në Shqipëri del jashtë Tiranës dhe nuk para kanë këtë mundësi për të aksesuar dije dhe ekspertizë. Tjetra pastaj shumë rëndësishme është networku edhe mundësia për të dhënë këtyre storieve lokale audiencën që Telegrafi ka. Pra ti jep një hapësirë nacionale, kombëtare,
një produkti i cili nëse s'do ishte ky projekt dhe nëse s'do ishte Telegrafi, me mundësitë e veta do ngeli në lokalitet, ashtu siç ndodh nëpër mediat e vogla lokale. Pra janë disa pika të forta dhe avantazhe që ky projekt ishte pak unik në tërësinë e projekteve që Sustain Media, që është projekti i përgjithshëm, ka mbështetur në këto 2 vjet e gjysmë. Well, this project is of great importance. It's actually not just important but essential for the independent media landscape here in Kosovo, because it focuses on the very, very crucial aspects and the challenges that many media outlets are facing here. And this is first and foremost financial sustainability. So it encourages and gives the right tools to the media outlets to actually gain sustainability and to thrive in the future. Jam duke ndjesh shumë mirë, posaçërisht ku edhe Ceka dhe gjatë fjalimit tim që për herë të parë mas 18 viteve angazhim në një medium që është i vetmi komunitetit egjiptian në Gjakov, po vlerësohem me një instrument i cilin po na motivon më shumë me punu. E dyta, pse jam një edhe më mirë, është që jo vetëm çështjet që gjithmonë i kanë për komunitetet Roma Shkalie egjiptian për cilën janë jetike për të raportu, po gjithmonë e kanë kriju një farë stigme dhe një farë paragjykimi për këto 3 komunitete që këta kanë vetëm probleme sociale, probleme në martesa tashme, probleme në çështjet ulët në arsim, po kemi dashur edhe me tregu edhe anën pozitive që ky komunitet ka. Po ndihem shumë krenare që kam fitu këtë çmim. Ka qenë një storie që kam bu me shumë qef, pra është Gentriti, një djalë 23 vjeçar, i cili arrin me bu të dyja bashkë, pra arrin me bu gërshëtimin mes mësimit dhe punësimit. Është ndjenjë e veçantë që sot pra ta pranoj këtë çmim, të jem fituesi i projektit gazetarisë mobile. Vërtet ka qenë një kënaqësi e madhe dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme pjesëmarrja në këtë projekt. Si gazetar kemi arritur të përfitojmë një uri të reja dhe ato një uri të i praktikojmë.